Ullet mosha e depistimit për kancerin e qafës së mitrës për gratë në vend. Programi kombëtar i depistimit do të përfshi gratë e grup moshës 35 deri në 55 vjeç. Sipas specialistëve të Institutit të Shëndetit Publik, ky ndryshim synon në rritjen e ndërgjegjësimit për kontrollet periodike dhe uljen e rrezikut për këtë sëmundje. Epidemiologjinë që ka bërë Instituti i Shëndetit Publik para fillimit të programit u identifikua mosha me risk më të lartë, ajo 40-50 vjeç. Ne do ta ulim fashën, do të fillojmë që në 35 vjeç. Megjithatë, standardi evropian është për të përfshirë në programet e depistimit gratë moshave 30 deri 60 apo 65 vjeç. Dhe për këtë arsye, Shqipëria po adaptohet, po ndjek principin e përputhjes me standardet europiane. Rastet e reja me kancer të qafës së mitrës kanë ardhur në rënje ndër vite. Megjithatë, Alban Ylli, specialist pranë Institutit të Shëndetit Publik, thekson se ky është një kancer i parandalueshëm nëse diagnostikohet në faza të hershme. Më parë 130-120 raste të reja me këtë kancer, tashmë po kapim 100-105 etj. Atë vdekshmëria është në stagnacion. Shqipëria ka potencialin që mbas shumë dekadash pothuajse ta eliminojë këtë kancer, që do thotë ta çojë incidencën në nivelin e 4 rasteve të reja për 100.000. Aktualisht e kemi rreth 9 për 100.000. E para që ka filluar sfundmi në Shqipëri, vaksinimi i vajzave të reja, dhe programi i dytë është programi i depistimit të këtij kanceri, që do thotë identifikimi i hershëm i lezioneve prekanceroze ose identifikimi i hershëm i infeksionit. Specialisti Ylli dha lajmin e mirë se aktualisht po punohet gjithashtu për të zgjeruar edhe testin e virusit human papilloma. Ndryshimet synojnë targetimin sa më afër të nëntipit të virusit që shkakton sëmundjen vdekjeprurse. Ne po fusim këtë triazh i cili do të lejojë genotipizimin, identifikimin e atyre nëntipeve që janë me risk shumë të lartë tashmë, për të cilat vendimi klinik do të jetë më i thjeshtë nga ginekologu dhe kostot në terma të kohës, po dhe të parave, do të jenë të ulta ose të papërfillshme për gratë. Specialistët e shëndetit bëjnë apel për aplikimin e vaksinave HPV sipas kalendarit të detyrueshëm të vaksinimit, tashmë për të dy gjinjet, ndërsa theksojnë kontrollet periodike tek gratë. Sipas ISHP-s, në vit mesatarisht 10.000 gra kryejnë kontrolle për kancerin e qafës së mitrës.